që kur filluan sulmet SHBA Izrael ndaj Iranit, një aeroplan thuhet se ka luajtur një rol kritik dhe vdekjeprurës. F-35 Lightning II, i përshkruar nga presidenti i SHBA-s Donald Trump si një luftetar pothuajse i padukshëm, F-35 është projektuar për të shmangur zbulimin nga radarët. Aeroplani thuhet se kombinon të dhenat nga radari i tij në bord, kamera dhe sensorët elektronik në një sistem të vetëm të integruar për ta mbajtur pilotin e tij një hap përpara. Dhe kjo teknologji e përparuar thuhet se ka bërë aeroplanin luftarak jashtëzakonisht efektiv në shkatrimin e mbrojtjes ajrore iraniane dhe sigurimin e dominimit ajror, duke u lejuar aeroplanëve të tjerë të sulmojnë pa pengesa. Aeroplani është përdorur gjithsesi si nga SHBA-ja ashtu edhe nga Izraeli në më shumë se 3000 sulme ndaj Iranit, që nga 28 shkurti, të cilat kanë rezultuar edhe në vdekjen e udhëheqësit suprem Ali Khamenei dhe një numri komandantësh të lartë iranian. Siç theksohet me tej, ai është një nga aeroplanët më të përparuar në botë, i aftë të arrijë shpejtësi deri në afërsisht 2000 km/h dhe të fluturojë deri në 15000 metra lartësi. Flota amerikane F-35 përfshin më shumë se 600 aeroplane total, me shumë që ngrihen aktualisht nga bazat ushtarake aleate në të gjithë linjen e mesme dhe nga transportuesit aeroplanëve në detin arabik. Ky aeroplan është jashtëzakonisht popullor edhe tek aleatet e NATO-s dhe SHBA-s, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Italinë, Holandën, Kanadan, Danimarkën, Norvegjinë, Belgjikën, Poloninë, Gjermaninë, Greqinë dhe Rumaninë. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në linjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.